Ne jemi në moment kritik të ekzistencës, Altin. Në këto momente, ne diskutojmë, do ekzistojmë, apo nuk do ekzistojmë, jo në kuptimin si që na thonë si kombe, kujtu në këto fjallë që përdorim. Unë them si shqiptar një, si njerës. Sepse fjalla komb dhe fjalla komb është shumë abstrakt, Altin. Se s'duhet të hynë në këto se janë diskutime filozofike, pastaj është krijuar, ka një moment historik të vonshëm që është kriju fjalla komb, nuk ka ekzistu me njerëzimin, që thonë këta ka lindur, e ka thonë Zoti etj. Janë gjitha abuzime në fund fare. Shqiptarët e para duhet të ekzistojnë fizikisht njerë, biologjikisht. Pastaj ta zhvillojnë, ta mbrojnë kulturën e tyre, ta zhvillojnë etj. Këto janë probleme se historia hyn gjithmonë dhe është pikërisht problemi kulturor, historik i asaj që po ndodh këtu, që shqiptarët nuk marrin dot një drejtim, janë pa busull faktikisht. Dhe është një kaos i vërtet dhe hyn këto forcat pastaj aty që përpiqen që kjo protestë mos japi rezultat fare në fund. E bëjnë qëllimisht atë thonë? Këto janë grupe të ndryshme që tërheqin që mos ndryshoj asgjë, po të krijohet iluzioni sikur po ndryshon. Gjithmonë ndodh në momente krizash. Regjimi përpiqet ta ruaj, ta ndryshoj formën, por jo përmbajtjen, e kupton? Ç'kuptim ka tani ti? Ti thua do heqim Edi Ramën. Unë jam dakord, po kështu thoshin do heqim Sali Berishën, do heqim Fatosnanën, ky mohabet ka qenë, dhe me Ramizalin. Ti Edi Ramën ka një mënyrë tjetër për ta hequr. I heq oksigjenin. Sa të rrëzosh Edi Ramën, shikon ku e ka ushqimin Edi Rama, i pret ushqimin Edi Ramës, dhe rrëzohet Edi Ramës. Ushqimi Edi Ramës është ky sistem neoliberist. Se duke si shumë teorike. Është sistemi që filloi në vitin 1990, sistemi i asimetrisë, të pasurit të bëjt të pasurohet, i varfilit të vdesi për buk, etj, i cili nga ana politike është garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë qenë protagonistë parë në 1990, që erdhën për të ndihmuar, po këto ndihmat e huaja nuk do t'i marrësh shumë ndihmat e huaja, se në dhe në raportin jetën e përditshme, ne kur themi dikush na ndihmon, bëjmë ca llogaritje, themi faleminderit për ndihmën, po mua nuk më leverdis kjo ndihmë jote, kupton? Kjo është jetën e përditshme, jo më në raportet e një shteti. Domethënë, nëse ne arritëm në këtë gjendje, kjo është një sistem që erdhi gradualisht, nuk erdhi me njëherë, në kohën e Edi Ramës kjo është precipitoi me shumë shpejtësi.